Shumë dëmonë sfida, më shumë probleme se sa kemi mundësi mi zgjedh ato. Krijojmë kësi taktizime që nuk kemi fuqi mi zgjedh dhe kjo ka tregu në këtë vit me mos zgjedhjen e qeverisë. Domethënë, jemi shumë të prirur për të kriju kriza politike, parësyshme, në anën tjetër nuk kemi mundësi mi dhënë zgjidhje. Kondicion s'ka, po në kam i hyt na, sikur është ajo si lloj proverbe që thonë din mi grau me vozit aeroplanin, po se ja bëj diqysh. Edhe na kemi me hi diqysh ashtu, po është jashtëzakonisht të dëmshme për Kosovën që nëse vim aty ku do të kemi edhe president. Dhe gjasat janë gjatë mëdha, tu i pas parasysh praktikën e 2025-ës. Po shpresoj që nuk do t'jetë rasti dhe do të kemi institucione të konsoliduar të shpejt që mund të japin edhe presidentin ose ndryshën nga zoti Demi, mendoj që presidentja ka gjasa shumë reale që të rizgjidhet prapë. Që s'ka gjasa, veç është përfaqësues e unitetit. Unë mendoj që e ka luajtur jashtëzakonisht mirë rolin e presidentit apo presidentës, sepse në mënyrë profesionale e ka përfaqësuar Kosovën, sidomos në aspektin ndërkombëtar, na kemi pas kritika të shumta për leadershipin, për qeverinë, raportin, mirëmbajtjen e raportin partnerët tonë strategjik, dhe besoj që ka qenë i kujle brus i mirë, dhe sidomos edhe sot është në vizitë në DC. Të 20 mos gabofsha peqe e ka marrë mandatin. Mendoj që nuk ndoshta ka afinitetet e veta, se është shumë e natyrshme që e ka zgjedhë lëvizjeve të vendosë presidenti. Ka qenë me një listë politike. Qoftë ajo nuk u bë e anshme ashtu që më mendoj, se ka mujt me bë që tash me bë fizikultura, me dhënë ndoshta edhe dorëheqje me hyrë në zgjedhje. Nëse atori kish bë atë kish më thonë që ashqare u bën një anshme, apo kish mujt me bë matematika tjera që kanë bë para arsit tjerë, që i dim, edhe në rolin e presidentit. Mendoj që në mënyrë maksimale e ka ruajtur atë ekuilibrin me përfaqësuar unitetin e popullit dhe me përfaqësuar Kosovën të njësisht në arenën ndërkombëtare në politikë jashtme, siç ja i kërkon kushtetuta. Kallëzom